Të nderuar rinia më e mrekullueshme jo veç e Klinës, por edhe krejt Kosovës. Të nderuar ju pranishëm, sot vërtet jam i entuziazmuar me prezencën e gjithë juve këtu, se ju me jepni shtys për çu përpara gjitha ato projekte në interes dhe në shërbim t'juaj. Ju jeni qëllimi im, ju jeni tashmja dhe ardhmja Klinës. Prandaj, të nderuar fëmijë, ne jani se çdo popull ka historinë e vet, ka të kaluarën e vet, edhe ne shqiptar që jetojmë në Kosovë e kemi të kaluar sa të dhimbshme, po aq edhe krenare. Krenare e kanë bërë ata djemë ato vajzat të cilat kundërshtuan me luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët kur kemë fillu krijimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, parafërsisht kemi pasur moshën e juaj. Por përpjekjet për të ardhur te ajo organizim e kemi nisur pikërisht në moshën e juaj që keni ju sot. Por me fitoren e ushtrisë shqiptare të Kosovës, me shpalljen e shtetit të marrë nga presidenti Zoti Thaçi, neve si institucione e kemi për obligim që t'ju krijojmë kushte më të mira, qoftë për punësim, qoftë për mendodije. Prandaj, me forcën e juaj, me 12 tetor, do t'i themi stop një qeverisë të keqe, e cila i ka diskriminuar të rinjët tonë dhe një qeverisje e cila i ka diskriminu të rinjët tonë, ku dhe një panesër që e kemi nisë ne, dhe gati kemi përfunduar, nuk ka mundur ende të vejë në funksion për 8 vitet pushtetit ti. Prandaj, me orientuar pushtet me ndihmën e juaj, ne atë panesër do ta bëjmë funksionale, po ashtu do të krijojmë terene sportive për gjithë rinjët tonë, gjithandej Klinës. Ju do t'i mbështesim në të gjitha iniciativat të cilat kanë progres. Prandaj, do të janim shtetin tonë fuqishme si institucioni komunale, duke mbështetur të gjitha ata të cilat bajnë krijime, qoftë në arsim, qoftë kulturë, qoftë në sport. Prandaj, të nderuar të rinj, ju inkurajoj gjithëve se për mandatin tim 4 vjeçor do të fokusohem ekskluzivisht për kushte të barabarta për të gjithë ata të rinj të cilët do të nënshtrohen edhe konkurseve për pranim në punë, por edhe kushte të barabarta për të gjitha anëmit e jetës në komunën tonë. Ju nuk duhet të praktikoni Klinën dhe ato mundësi do t'i krijojmë ne, se të jemi këtu. Fandej shumë për këtë organizim, kryetar fandej shumë për punën e mirë që ke bërë në Klinë dhe unë jam shumë i bindur që kaq njerëz sot jemi sot me 3 këtu, besoj se partitë tjera nuk mujnë me të buë me këtë literatin e tyre. Edhe njerë të nderuar pranishëm, ju shta bo thirrje që për të ditë sa nga kanë mbetur dhe të kutia votimit të punojmë gjithë bashku, të kontaktoni zotëri, duke mos i dhënë si çfarë përkatësie politike i takon. Ata e dojnë një qeverisje më të mirë, rinia do një qeverisje më të mirë. Prandaj, ne jemi ata që ja kthejmë
komunën në interes në shërbim të qytetarëve dhe në interes në shërbim të rive. Kurse, edhe njëherë, prandej shumë që po jepim shtetje Partisë Demokratike dhe dashur bashkëbardh në këtë zgjedhje të 12 tetorit, ku do të rikthehej besimi i qytetarëve tek institucioni i komunës, do të rikthehej shpresa e rive për të qenë këtu, për të jetuar këtu, për të punuar këtu. Prandaj shumë, të dashur bashkëbardh.